Sot 103 po përmbyllin me sukses përgatitjen e tyre profesionale dhe po ecin me detyrën e re në shërbim të shtetit dhe të qytetarëve të Republikës Kosovës. Të jesh zyrtar korrektues është përgjegjësi e madhe e cila kërkon disiplinë, integritet dhe përkushtim për sigurinë, rendin dhe dinjitetin e personave të privuar nga liria. Republika e Kosovës ka nevojë për ju dhe pret shumë prej jush. Në 3 vitet e fundit, në shërbimin korrektues të Kosovës, janë rekrutuar rreth 400 zyrtarë të rinj korrektues. Ky është një investim i rëndësishëm në fuqizimin e kapaciteteve njerëzore dhe në ndërtimin e një shërbimi korrektues modern, profesional dhe stabil. Por numrat nuk janë qëllim në vetvete. Pas çdo rekrutimi qëndron një përgjegjësi, pas çdo uniforme qëndron një detyrë dhe pas çdo zyrtari qëndron besimi i qytetarëve dhe mbështetja e institucioneve. Kosova po zhvillon një shërbim korrektues i cili gjithnjë më shumë po fiton vlerësimin dhe respektin e partnerëve ndërkombëtar. Sot shërbimi korrektues i Kosovës është antar i organizatave ndërkombëtare si Organizata Evropiane e Burgut dhe Shërbimeve Korrektuese Europres dhe Asociacioni Ndërkombëtar i Korrektimit dhe Burgjeve ICPA dhe gjithnjë më shumë po fiton besimin e të gjithë partnerëve mbar globit. Sot është një ditë kur ju po e përmbyllni një etapë të rëndësishme dhe nisni një detyrë e cila kërkon dhe pret shumë. Ndoshta shumë më tepër sa që mund ta imagjinojmë ne që jemi jashtë institucionit prej atyre që ushtrojnë. Pas 23 javësh trajnimi profesional në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike, unë jam e bindur se ju jeni më se të përgatitur për të shërbyer në një fushë ku përgjegjësia e shtetit është veçanërisht e madhe. Sepse aty ku njeriu i kufizohet liria, aty shteti ka detyrimin, jo vetëm të garantoj rendin dhe sigurinë, por edhe të siguroj që ligjit zbatohet drejt dhe dinjiteti njerëzor të respektohet në çdo rrethon. Dhe ky në fakt është edhe thelbi i detyrës suaj nga nesër e tutje. Puna e një zyrtari korrektues kërkon disiplinë, kërkon vendosmëri, po aq sa kërkon maturi, vetëpërmbajtje dhe gjykim të shpejtë dhe të drejtë. Do të përballeni me situata të vështira. Do t'ju duhet të merrni vendime nën presion dhe të ushtroni autoritet në rrethana në të cilat kufirin mes vendosmërisë dhe teprimit duhet jetë gjithmonë i qartë. Pikërisht këtu do ta dëshmoni profesionalizmin tuaj. Shërbimi korrektues i Kosovës është pjesë thelbësore e sistemit të drejtësisë, sepse drejtësia nuk përfundon në shqiptimin e një vendimi gjyqësor. Ajo dëshmohet edhe në mënyrën se si zbatohet ai vendim. Nga dita e sotme, ju do t'jeni ata që do të garantoni sigurinë, rendin dhe disiplinën në institucionet tona korrektuese, por puna juaj do t'jetë shumë më tepër se kaq. Ne kemi një mision më të gjerë. Ne duhet të garantojmë sigurinë, por njëkohësisht të krijojmë mundësi për rehabilitim, reintegrim dhe ndryshim. Sepse për çdo person që hyn në një institucion korrektues, duhet të ekzistojë mundësia që një ditë të kthehet në shoqëri si njeri i dobishëm për shoqërinë dhe i përgjegjshëm. Dhe në këtë proces, roli juaj është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ndoshta një ditë fjalët e juaja, një vendim i drejtë, një sjellje profesionale apo një mundësi që japni dikujt për ndryshuar do të ketë ndikim shumë të madh se sa mund ta imagjinoni sot.